Ju përshëndes të nderuar shikues, jemi bashkë në edicion informativ në Blu Televizion. Çdo ditë e javës me 10 turistë të huaj, të cilët kanë zgjedhur Vlorën për pushime, vizitojnë nga dishullin e Karaburunit dhe ishullin e Sazanit. Të huaj që vinë kryesisht nga vendet e Europës Perëndimore dhe Lindore, nisen drejt 2 atraksioneve turistike me mjete të ndryshme lundruese, si anije turistike apo skafe. Një udhëtim i cili për ta më pas lë mbresa të jashtëzakonshme. Çdo ditë të javës me 10 turistë të huaj të cilët kanë zgjedhur Vlorën për pushime vizitojnë nga dishullin e Karaburunit dhe ishullin e Sazanit. Turistë të shumë nisen drejt 2 atraksioneve turistike me mjete të ndryshme ujore dhe vinë kryesisht nga Anglia apo Gjermania. Turistët që kanë zgjedhur të vizitojnë ishullin dhe gadishullin e Vlorës tregojnë se për këto vende, por edhe për Shqipërinë në tërësi, kanë parë në internet dhe ky vend ju ka pëlqyer. Tashmë që kanë vizituar Vlorën thonë se nuk kanë mbetur të zhgënjur. Në qytetësi të preferuar të tyre kanë klimën e mirë dhe detin, por tregojnë se sa të dashuruar janë dhe me ushqimin, teksa përshtypje mjaft pozitive kanë edhe për qytetarët. Duke shprehur mbresat se sa të kënaqur kanë mbetur në Vlorë, turistët e huaj tregojnë se do të rikthehen sërish, teksa këtë vend do ta rekomandojnë tek miqtë e tyre në vendet ku jetojnë. Unë vi nga Londra, në Shqipëri vi për herë të parë, zgjodha Shqipërinë kësaj here. Hapësira ku qëndruam në Golem ishte një hotel mjaft i mirë dhe me shumë aktivitete. Tashmë jemi në Vlorë dhe ky qytet me aq sa kam parë është shumë i bukur. Do të shikojmë më shumë sepse jemi në një varg, por moti është fantastik. Në Vlorë do të qëndrojmë për një ditë të vetme, më parë kemi vizituar Tiranën dhe Durrësin. Pas Vlorës do të largohemi. Unë jam nga Londra, vi nga Anglia me miken time, vim për herë të parë në Shqipëri. E kemi parë këtë vend në internet, ishte shumë i bukur, Instagram, TikTok, në rrjetet sociale dhe kështu ja ku jemi. Mendoj se njerëzit këtu në Vlorë janë shumë të mirë. Ushqimi është i mrekullueshëm, moti, deti që kanë fantastik. Mendoj se keni një shtet shumë të bukur. Do t'ja kalojmë bukur këtu. 100% do ta sugjeroj këtë vend tek miqtë e mi. Mendoj se është vendi për të vizituar. 100% gjithashtu do të rikthehem. Këtu do të më keni edhe vitin që vjen. Ne vim nga Essex, Londër, jemi për herën e dytë që vizitojmë Shqipërinë, por është rajon e parë që jemi në Vlorë. Qyteti më pëlqen shumë, është shumë i bukur. Tashmë do të shkojmë drejt ishullit, të vizitojmë edhe shpellat. Moti këtu që nga shumë i mirë. Këtë vend e zbuluam nëpërmjet TikTok. Kam ardhur këtu me miqtë e mi. Me shumë mundësi do të kthehem sërish pasi është vend shumë i bukur. Unë vi nga Gjermania për herë të parë në Shqipëri. Kam ardhur t'ja kaloj mirë këtu me miqtë e mi. Mua më pëlqen shumë kultura në Shqipëri dhe mbi të gjitha njerëzit që janë këtu. Shqipërinë e zbuluam nga interneti dhe tashmë jemi pikërisht këtu. Në Vlorë më pëlqen më shumë deti, por gjithashtu edhe malet që e rrethojnë, por padyshim edhe komuniteti. Ishulli Sazanit, gadishulli Karaburunit, shpella Haxhi Alis, Inglezit, por edhe të tjera atraksione turistike janë pikat më të vizituara përgjatë sezonit veror në Vlorë, të cilat zgjidhen çdo ditë nga qindra turistë të huaj nga gjithë bota. Fluksi lartë i pushuesve vendas dhe të huaj që zgjedhin Vlorën për pushime, por edhe i qytetarëve vlonjat, të cilët qarkullojnë me mjete personale, ka bërë që në qytetin bregdetar kjo e shtun të shoqërohet me trafik të rënduar kryesisht në rrugët që të çojnë drejt Bregdetit si Transballkanike, Lungomare, por edhe Radhim Orikum. Ky sezon veror ka hyrë tashmë në pikun e tij. Fluksi i lartë i pushuesve vendas dhe të huaj që zgjedhin Vlorën për pushime, por dhe i qytetarëve vlonjat të cilët qarkullojnë me automjete personale në qytet, si edhe pushojnë, kanë bërë që në qytetin bregdetar të nis trafiku i rënduar i automjeteve. Trafik që tregon fluksin e lartë të turistëve të cilët kanë si preferencë qytetin bregdetar për të kaluar disa ditë pushime. Kjo fundjavë korikut ka sjellë drejt qytetit bregdetar të Vlorës së pushuesë vendas, por edhe me qindra turistë të huaj, të cilët lëvizin në qytet sigurisht me automjete personale që kanë ndikuar edhe në fluksin e automjeteve të cilat qarkullojnë në Vlorë. Trafiki i rënduar i automjeteve në të gjitha akset të cilat të çojnë drejt Bregdetit. Fluksi i automjeteve fillon prej hyrjes së qytetit. Aksi i rrugorit Transballkanikës është një prej rrugëve me qarkullim më të rënduar të mjeteve dhe njëkohësisht segmenti që përballon fluksin më të lartë të tyre. Qarkullimi i rënduar i automjeteve konstatohet edhe në rrugën Kosova, Gjergj Araniti, si dhe segmentet që lidhin Transballkanikën me bulevardin Ismail Qemali dhe që preferohen tepër si rrugë që mund të shkosh drejt Bregdetit. E pamundur të ecësh me automjet për shkak të fluksit në rritje në Lungomare, shtitja Vlorës, segmenti rrugor që ka patur numrin më të lartë të automjeteve që qarkullojnë për të shijuar bukuritë e qytetit dhe njëkohësisht Bregdetin. Edhe në aksin Vlorë-Radhim Orikum ka patur intensitet të lartë të automjeteve. Vargu i makinave sigurisht vijon më pas edhe drejt jugut duke nisur nga fshati Dukat, tuneli Llogaras dhe më pas në Palas, Dërmi dhe Imar.
Vlen të theksohet se për sa i përket rëndimit edhe më tepër të qarkullimit të automjeteve në qytet, ndikojnë sigurisht edhe parkimet. Mjetet të cilat parkojnë në mënyrë të gabuar duke shkelur kodin rrugor, që bën më pas pengesë për drejtuesit e tjerë të automjeteve, duke vështirësuar lëvizjen. Fluksi i mjeteve është i lartë dhe pavarësisht të gjobave për ata që shkelin kodin rrugor, impakti në lehtësimin e trafikut ka qenë minimal. 750 pasagjerë e 200 autovetura, por dhe një numër i lartë të mjetesh të tonazhit të rënd, si kamion, autobus apo kampera, kanë zbarkuar në Vlorë përgjatë kësaj të shtune me 2 tragetet e linjës Vlorë-Brindisi-Vlorë. Në pikun e sezonit veror, fundjavat janë kthyer në ditët me fluksin më të lartë të mbërritjeve në portin detar të Vlorës. 750 pasagjerë si dhe rreth 200 autovetura, por dhe një numër i lartë të mjetesh të tonazhit të rënd, si kamion, autobus apo kampera kanë zbarkuar në Vlorë përgjatë kësaj të shtune me 2 tragetet e linjës Vlorë-Brindisi-Vlorë. Në pikun e sezonit veror, fundjavat janë kthyer në ditët me fluksin më të lartë të mbërritjeve, si të mjeteve, por edhe pasagjerëve në qytet nga porti detar i Vlorës. 400 pasagjerë dhe 96 automjete kanë mbërritur me tragedin e parë të linjës Brindisi-Vlorë, duke zgjedhur qytetin breg-detar si port të njërse për në Shqipëri. 350 pasagjerë dhe 100 automjete kanë zbarkuar në qytet me tragedin e dytë të kësaj linje, disa orë më vonë. Gjithashtu në qytetin bregdetar kanë zbarkuar dhe mbi 10 kampera, rreth 50 kamion, disa minibus. Si pjesë e ekuipazhit të 2 tragedeve kanë qenë gjithashtu rreth 100 persona. Ky numër mund të cilësohet si fluksi më i lartë i regjistruar përgjatë fundjavave deri më tani. Ata të cilët kanë mbërritur në Vlorë janë kryesisht emigrantë në vendin fshinj të Italisë, por gjithashtu edhe shqiptarë, të cilët jetesën e kanë krijuar në vendet e Bashkimit Evropian. Por nuk mungojnë as turistët e huaj si italian, francez, gjerman, anglez, të cilët bëjnë një tur në disa shtete të Europës dhe ndalen dhe në Shqipëri. Të huajt Vlorën e kanë si pikë të parë ku ndalojnë dhe kalojnë disa ditë pushime. Më pas ata zhvillojnë disa ditë pushimi dhe në destinacionet si Dërmiu, Himara, Ksamili apo Saranda. Në vijimësi, fluksi në portin detar të Vlorës pritet të jetë edhe më i lartë, jo vetëm përgjatë fundjavave, por çdo ditë të javës. Mungesa e kontenierëve të mbeturinave në brendësi të lagjes 24 maj pranë rrugës Zenel Xholeka ka detyruar banorët e zonës që mbetjet urbane t'i depozitojnë pranë kanalit kullues. Kjo situatë problematike vijon për një kohë të gjatë, duke mos patur asnjë zgjidhje. Mungesa e kontenierëve përgjatë rrugës së Zenel Xholeka në lagje 24 maj të qytetit të Vlorës ka qenë problematik për banorët e kësaj zone. Ata në pjesë më të madhe depozitojnë mbetjet në kanalin e ujrave që kalon shumë pranë banesave të tyre, duke sjellë ndotjen, por dhe depozitimin e shumë mbetjeve në afërsitë e saj. Një problematikë e cila vijon prej kohësh dhe që duket se ende nuk ka marrë zgjidhje. Ajo çfarë kërkojnë banorët është padyshim vendosja e kontenerëve dhe pranë banesave të tyre për të bërë të mundur më pas, pse jo edhe pastrimin e kanalit, i cili mund të sjellë edhe probleme të tjera deri në shëndetin e këtyre të fundit. Mungesa e kontenierëve të mbeturinave në brendësi të lagjes 24 maj pranë rrugës Zenel Xholeka ka detyruar banorët që mbetjet urbane të depozitojnë pranë kanalit që kalon në afërsitë të zonës. Kjo situatë problematike vijon prej një kohe të gjatë, ndërsa banorët shprehen se kanë kërkuar ndërhyrje për të gjetur një zgjidhje. Sipas tyre, në një pjesë të konsiderueshme të lagjes, sidomos në brendësi të saj, mungojnë plotësisht kontenierët për grumbullimin e mbetjeve. Për këtë arsye, shumë banorë janë detyruar të hedhin mbeturinat pranë kanalit, duke krijuar një vatër të ndotjes dhe një pamje as pak të denjë për zonën. Grumbujt e mbetjeve janë shtuar dita ditës, duke sjellë jo vetëm ndotje të mjedisit, por edhe shqetësime për banorët për shkak të aromave të pakëndshme dhe rrezikut për përhapjen e insekteve e infeksioneve, veçanërisht gjatë temperaturave të larta të verës. Situata është kthyer një problem serioz që ndikon drejt për drejt në cilësinë e jetesës së komunitetit. Banorët kërkojnë vendosjen e kontenierëve në pikat ku mungojnë dhe pastrimin e menjëhershëm të mbetjeve të grumbulluara pranë kanalit. Ata shpresojnë që institucionet përgjegjëse të reagojnë sa më shpejt, në mënyrë që kjo problematikë e cila zvarrite prej kohësh të marrë më në fund një zgjidhje dhe zona të rikthehen në kushte normale pastërtie dhe sigurie mjedisore. Kryeministri Edi Rama ka reaguar për sulmin online ndaj disa bizneseve. Përmes rrjeteve sociale, kreu i qeverisë shkruan se ekonomia jonë e turizmit u godit pa besish nga terrori digital mbi sipërmarrjet mikpritëse në kulmin e sezonit. Edhe Google ka filluar pas ditën e së premtes të rikthejë në gjendjen fillestare review të 10 bizneseve të sulmuara. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish për sulmin online ndaj disa bizneseve të njohura në vend me review negative nga mijëra adresa.
Përmes rrjeteve sociale, kreu i qeverisë shkruan se ekonomia jone e turizmit u godit pabesisht nga terrori digjital mbi sipërmarrjet mikpritëse në kulmin e sezonit. Gjithashtu Rama ka shpërndar një artikull të Medias dhe Tirana Examiner ku shpjegohet se si u organizua sulmi online ndaj bizneseve. Artikulli Tirana Examiner shpjegon se si një organizimi motivuar politikisht u kthye në agresion ekonomik kundër vendit dhe familjeve që jetojnë me turizmin, shkruan Rama. Gjithashtu, një lajm i mirë është dhe fakti se Google ka filluar pas ditën e së premtes të rikthejë në gjendjen fillestare të para 4 ditëve review të 10 bizneseve të sulmuara nga komanda e revolucionit. Pas aplikimit të bizneseve për sulm të koordinuar dhe pas verifikimit nga Google, gjithmundi i revolucionit shkoi dëm. Në të njëjtën kohë, të gjitha llogaritët mashtruese të revolucionit kanë hyrë në listën e zezë të Google dhe nuk bëjnë dot më review. Madje disa prej hoteleve u ka rritur renditjen për shkak të verifikimit të sulmit. Policia po heton këtë skem kriminale, ndërsa kryeministri Rama garanton se me ndihmën e Google faqeve të sipërmarrjeve do t'u rikthehen yjet e merituara me punë e mund të madh. Përgjatë verës tek moshat pediatrike mbizotërojnë kryesisht virozat e stinës. Mjeku pediatër Edimone thot se tek të vegjlit dominojnë enterovirozat që sillin tek ata probleme të sistemit tretës. Sipas mjekut, shumë prej rasteve kanë kaluar me mjekim në shtëpi, duke shmangur hospitalizimin. Përgjatë verës mbizotërojnë kryesisht virozat e stinës. Mjeku pediatër i lagjes Lev Sallata Edimone thot se tek të vegjlit mbizotëruese janë enterovirozat që sillin tek ata probleme të sistemit tretës. Mone konfirmon se ka dhe raste Covid, pasi qarkullimi i tij nuk ikën asnjëherë, por në verë Mone pohon se rastet e Covidit janë të pakta dhe virusi e humbdjeshëm efektin. Në verë kryesisht janë enterovirozat, pra virozat që prekin tretjen. Këtu rotavirusi, hikeviruset janë një grup shumë i madh, apo enteroviruset janë një grup shumë i madh që këtë shkaktojnë gjithmonë. Por, për sa i përket me që më pyetje për çështjen e sëmundjeve të tjera, do të ndalemi në 2 gjëra nëse ti do të përgjigjem së pari për këtë gjë. Covidi dhe grupi i sëmundjeve të ngjashme me Covidin, që përfshin gripin dhe paragripin, para influenca dhe Covidi, sot janë në një rubrik më vete. Ato nuk ikin asnjëherë, por në kohën e verës ato bëhen të pandjeshme, sepse ka raste shumë sporadike dhe nuk përbëjnë një problem për mjekësin apo edhe për ata të interesuarit, do të thënë për njerëzit të cilët janë komunitet. Qëllimi i mjekëve sipas Mones në stinën e virozave është që të ulin sa më shumë që të jetë mundur rastet e hospitalizimit. Mone konfirmon se fatmirësisht nuk ka patur raste të rënda nga virozat tek fëmijët. Fatmirësisht në ambulatorin tonë ne nuk kemi pasur raste të rënda. Ato që janë vetëm të, si të thuash, të shkallës së pare të dytë. Synimi jonë si shërbim parsor në bashkëpunim edhe me spitalin pediatrik janë të ulim sa më shumë që t'jetë e mundur rastet e hospitalizimit. Ato t'jenë sa më të ulta, për arsye sepse një fëmijë i cili shkon për trajtim në spital, kuptohet që ka një problematik të madhe për veten, për prindin, edhe për mjekësin, dhe urgjenca apo vetë spitali pediatrik ngarkohet më shumë se ç'duhet. Dhe kjo duhet na bëjë që të reflektojmë që të gjitha rastet, në shumicën e tyre, ne jemi në gjendje dhe duhet t'i trajtojmë në mënyrë ambulatore. Mjeku Mone pohon se përgjatë kësaj periudhe vjetre një shtim i numrit të vizitave. Në periudhën janar-qershor janë mbyllur zyrtarisht të dhënat, ku ka patur mbi 1500 vizita. Sipas tij, qershori në krahasim me 5 muajt e kaluar të këtij viti ka patur një dyfishim të numrit të vizitave, ndërsa duke krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, numri i tyre është rritur lehtë. Unë do të llogaris vetëm sepse ne si numër total aktualisht tani jemi rreth 1500 vizita që kemi bërë deri më sot që flasim, por kjo është për gjithë periudhën janar-qershor, sepse korriku tani është futur. Po flasim vetëm për qershorin, i cili le të themi që i përket periudhës së verës, kemi atë që quhet dyfishimi i numrit të vizitave dhe kryesisht në këtë dyfishim ku numri total krahasuar me numri total i vizitave që neve kemi në atë janë 140, të vitit të kaluar janë 120, pra ka një rritje të lehtë si vjet
dhe numeri kryesor i diagnoza, si thua diagnozat më të mëdha, i përbëjnë çrregullimet gastrointestinale. Virozat stinore kanë sill kryesisht në moshat pediatrike probleme të sistemit tretës, ku pasojat në shëndet janë humbje peshe, lodhje, temperaturë, barg dhe të vjella. Në gjykatën Bektashiane në Vlorë është zhvilluar këtë të shtunë ceremonia e festës së Ashures, një prej ditëve më të shenjta të besimit Bektashi. Në ceremoninë e drejtuar nga kryegjyshi botëror i Bektashinjve, Baba Edmond Brahimaj, i cili në fjalën e tij është drejtuar me lutje Zotit për më tepër paqe, harmoni, begati për të gjithë besimtarët brenda dhe jashtë vendit. Në gjyshatën Bektashiane të Vlorës është zhvilluar këtë të shtunë ceremonia feste Ashures si një prej festave dhe ditëve më të shenjta të besimit Bektashi. Një ceremoni kjo e drejtuar nga kryegjyshi botëror i Bektashinjve Baba Edmond Brahimaj, i cili në fjalën e tij është drejtuar me lutje Zotit për gjithë besimtarët brenda dhe jashtë vendit. Zoti uroftë bekoft, Zoti uroftë bekoft, Zoti uroftë bekoft të gjithë ata që durojnë tek nevojtarët. O Zoti ynë, ti je i pare i mbrapëm, pare i mbas çdo gjë, ti je i dukur dhe i pa dukur dhe mbi ty dhe në ty s'ka gjë. Ti je i madh, i ndershëm me gjykatë si drejt. O Zoti i madh, ti që ke qenë i pari para çdo sendi dhe do jesh gjithmonë pas çdo sendi. Ti je më afër ndaj me nga deli qafës, ti je punëtor dhe bën çdo send që dëshiron. Ti je mes njeriu të zemrës tij. O ti je i dukshëm lart poshtë kudo tek do. O ti që ndjenesh çdo send e nuk e përngjan asnjë gjë. O ti që ke zotësi për çdo gjë. O Perëndi, na e pranoj lutjet tona, e na plotëson dëshirat e nevojat tona, për hak të Hazret Muhammed Mustafait, të Hazret Alimit të Zajt, fëmijë e fisit të tyre të pastë e të bekulluar. Në fjalën e tij për Blu Televizion, Baba Edmond Brahimaj ka uruar festën e Ashures, teksa ka thënë se shpreson që të ketë më shumë dashuri mes njëri tjetrit, si dhe harmoni mes besimtarëve dhe besimeve fetare. Baba Mondi thotë se kjo është festa më e rëndësishme e besimit Bektashi, ku sakrifikuan 72 vet për të vërtetën, lirim, paqen dhe harmoninë. Dashuri midis njëri tjetrit, edhe midis komuniteteve që vllai im katolik ka ardhur sot ta uroj, edhe këtij urojmë detyrë të re, suksese, mbarësi në punë, që edhe vëllezërit tanë katolik të jetojnë në paqe, dashuri, siç kemi jetuar gjithmonë, me një harmoni dhe një bashkëjetesë fetare të shkëlqyer, ku në Shqipëri dallohet nga gjithë vendet tjera dhe është një gjë e veçantë që është e rrallë në botë. Dhe ne mundohemi që ta mbajmë gjallë të dashurinë, këtë paqe, siç edhe lutjet që thamë, për paqen e për dashurinë e për mirësinë marrënjerëzore. Urojmë, bekojmë të gjithë vëllezërit tonë, të kemi dashuri, paqe, mirësi në këto ditë të shenjta të muajit Muharrem. Patjetër është e rëndësishme se u sakrifikuan 72 vet për të vërtetën, për dashurinë, për paqen, kundra, si ta them unë, pjesës ekstreme, siç vazhdon që të jetë gjithmonë. E mira gjithmonë ka qenë në luftë dhe e mira do fitojë gjithmonë, pavarësisht se do ketë luhatje, se e keqja është e shpejtë, kurse e mira do mund, do gjak, do djes, do sakrifica. Prandaj këta burra që kanë dhënë jetë na tregojnë që pa mund, pa sakrificë nuk arrit asgjë në këtë botë të përkohshme. Urojmë gjithmonë paqe, dashuri dhe mirësi. Prezent në festën e Ashures në kryegjyshatën Bektashiane kanë qenë përfaqësues të partive politike në Vlorë si të besimeve fetare, të cilët kanë uruar këtë festë për besimtarët Bektashian kudo që ndodhen. Gëzoj që jam tu për herën e parë në Vlorë për më pjesën e festin tuaj. Ashures ju uroj çdo të mirë, bekimet e Zotit dhe vllaznia mes nesh. Po unë jam si 2 muaj që jam tu në ju dhe Shqipërisë si administrator apostolik. O, Vlora, bukur, shife këtu mbrapa, mrekulli. O, më kanë ta ju, të vesh, vetëm Vlora. Vlora asta piknisë, pikardjes, por gjithmonë janë në lëvizje. Ju Shqipnisë kanë kujdes për tisa komunitete katolike dhe për me marrëdhënie vllazënore me fete tjera që janë të cilit bashkëpunojnë për mirë të Zotit, për lavdin e Zotit e mirë të njerëzve. Veçantë dhe të begat, në emër të Partisë Demokratike Dega Vlorë, dëshirojmë të urojmë të gjithë besimtarët bektashian, gëzuar, mbarësi, shëndet, paqe dhe mirësi në familje dhe kudo. Faleminderit. Sipas kalendarit të Bektashinjve, dita e Ashures vjen pas të 10 ditëve zije të njohura si Matemi, përkujtuar në ndër të Imam Hysenit dhe shtajë e 2 dëshmorëve të rënë në luftën në Qerbelas. Rrezikuan pushuesi duke lëvizur me mjete lundruese në afërsi të Bregut. Policia kufitare Vlorës bllokon 2 mjetet lundruese, gjithashtu drejtuesit e tyre ndëshkojnë me masë administrative gjobë. Rrezikuan pushuesi duke lëvizur me mjete lundruese në afërsi të Bregut. Policia kufitare e Vlorës ndëshkon me gjoba prej 500.000 lekësh dhe 510.000 lekësh të rinj si do bllokon mjete lundruese.
Shërbimet e Drejtorisë Vendore për Kufirin dhe Migracioni Vlorë në bashkëpunim me njësinë policore detare dhe Drejtorinë Vendore të Policisë së Fierit kanë evidentuar drejtuesin e një mjeti lëndrues tip jet ski i cili kishte lëndruar në afërsi të bregu në plazhin e Semanit duke rrezikuar sigurinë e pushuesve. Drejtuesi i mjetit lëndrues, shtetasi ED, u ndëshkua me masë administrative me vlerën 500.000 lekë të rinj si dhe bllokimin administrativ të mjetit lëndrues. Gjithashtu, shërbimet e policisë kufitare gjatë patrullimit në sektor në vendin e quajtur plazhi i Hidrovorit konstatuan një mjet lëndrues tip gomone që lëvizte në mënyrë të palishme në zonën e plazhit pranë pushuesve. Mjeti drejtohej nga shtetasi JH, nga verifikimet rezultoi se ai nuk dispononte dokumentacioni përkatës të mjetit lëndrues. Për shkelje të konstatuara ndaj tij, u vendos masë administrative në vlerën 510.000 lekë të rinj, si dhe u bë bllokimi administrativ i mjetit lëndrues. Policia e shtetit apelon sërish të ndaj gjithë përdoruesve të mjeteve lundruese dhe subjekteve që operojnë me to, të respektojnë me rigorozitet rregullat e lundrimit dhe perimetrat e sigurisë, duke theksuar se reagimi do të jetë menjëhershëm ndaj çdo shkelsi me qëllim garantimin e jetës dhe sigurisë së pushuesve. 2 aksidente rrugore me pasojë plagosjen e 2 personave me styre njemitur ka ndodhur në Fier përgjatë 24 orëve të fundit. Para ditën e së shtunës, një mjet i llojit Ford ka dalë nga rruga duke lënë të plagosur pasagjeren e mitur. Të premten, si rrjedhoje e përplasjes së BMW-s me një kamionin në aksin Fier-Vlorë, ka mbetur i plagosur një tjetër shtetas. 2 aksidente rrugore me pasojë plagosjen e 2 personave me styre njemitur kanë ndodhur në Fier përgjatë 24 orëve të fundit. Para ditën e kësaj të shtune, në unazën e madhe të qytetit të Fierit është plagosur një njemitur pasi një automjet tip Ford që lëvizte në këtë aks rrugor ka humbur kontrollin dhe pasi është goditur me murin e një banese ka dalë nga rruga. Si pasojë e përplasjes së plagosura ka mbetur një njemitur e cila ndodhej në pjesën e pasme të automjetit. Menjëherë pas aksidentit, në vendngjarje mbërritën shërbimet e urgjencës si dhe policisë duke u transportuar të mitur me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Fierit, ku po i nënshtrohet një ndërhyrje kirurgjikale, ndërsa gjendja e saj shëndetësore po ndiqet nga stafi mjekësor. Në vendin e ngjarjes kanë mbërritur edhe specialistët e policisë rrugore si dhe grupi hetimor të cilët kanë kryer veprimet procedurale dhe po punojnë për të zbardhur rrethanat e plota të aksidentit. Deri në këto momente nuk dihen shkaqet që kanë çuar në daljen e automjetit nga rruga. Pas ditën vonë të së premtes, një aksident i rënd rrugor është regjistruar në aksin e vjetër Fier-Vlorë në vendin e quajtur Kthesa e Qarrit, ku janë përplasur një automjet tip BMW dhe një kamionçinë ngarkuar me ushqim për bagëti. Si pasojë e përplasjes së fortë, ka mbetur i plagosur pasagjeri që udhëtonte në kamionçinë. Ai është transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Fierit, ku po merr ndihmën mjekësore. Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë, të cilët kanë nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit, ndërsa është punuar edhe për normalizimin e qarkullimit në këtë segment rrugor. Blut e Fierit pritet të japë një njoftim zyrtar pas përfundimit të veprimeve të plota hetimore mbi shkaqe dhe fajtor të aksidenteve në fjalë. Policia Fier apelon drejtuesit e mjeteve për respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor dhe kujdes maksimal gjatë drejtimit të mjeteve me qëllim shmangjen e aksidenteve rrugore. Të nderuar shikues, kemi mbërritur në fund të këtij edicioni. Ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.